Si të falet gabimi me ndihmën e ndërdijes. Jeta nuk favorizon. Do me thënë, për të gjithë njerëzit janë të njëjtë. Jeta është inteligjencë paskajshme, e cila në çdo moment, madje edhe në çastet derisa jeni duke lexuar këta reshta, rrymon nëpër trupin dhe nëpër shpirtin tuaj. Principi jetësor më me dëshirë shprehet në formë të harmonisë, të paqes, të bukurisë, të gëzimit dhe të mjaftueshmërisë. Disa i quajnë si dëshirë e Zotit, ndërsa ca të tjerë si tendencë jetësore. Po që se në mendjen tuaj keni çfarëdo pengese të rrjedhës së lirë të jetës, ajo përmes emocioneve do të futet në ndërdije dhe do t'ju shkaktojë një varg përjetimesh teje të padëshiruara. Inteligjenca e paskajshme nuk ka të bëjë fare me fatkeqësitë dhe me kaosin botëror. Fatkeqësitë dhe gjendja kaotike e botës paraqiten si pasojë të menduarit negativ të njerëzve. Prandaj është e pakuptim t'i hidhet faji ndërdijes ose siç e quajnë disa Zotit për shkak të problemeve e të sëmundjeve të veta. Shumë kush rrjedhave të jetës u krijon pengesa duke gjykuar të tjerët, ndërdijen, Zotin ose dikë tjetër, për mëkatet, për sëmundjet dhe për vuajtjet e njerëzimit. Disa të tjerë, për probleme, për humbje, për tragjedi si dhe për fatkeqësi të vetat, fajsojnë Zotin. Hidhërohen me të bindur se ai është përgjegjës për të gjitha brengat e tyre. Derisa njeriu ushqehet me ide të tilla negative, ai vazhdimisht do të përjetojë reaksione të atypëratyshme negative të ndërdijes. Ai, në të vërtetë, nuk do të jetë i vetëdijshëm se e dënon vetveten. Pra, është e domosdoshme që ta njohë të vërtetën, që ta gjejë rrugën e lirisë, si dhe që të mos i gjykojë më të tjerët, të mos i sulmojë e të mos hidhërohet me ta. Do të duhet të kuptonte se fuqia e vetme pushon në brendi të tij, ose në të kundërtën, kurrë nuk do të gjejë rrugën e shëndetit, të lumturisë dhe të krijimtarisë. Në çastin kur të arrijë ta zhvillojë ndjenjën e dashurisë dhe të kuptojë se Zoti është mençuria e paskajshme që gjendet në brendi të vetvetes së tij, e cila kujdeset për të, e udhëheq dhe i jep kahje, forcë dhe e mbush me jetë, ndërdija e tij do ta përvetësojë të kuptuarit e tillë dhe automatikisht do ta fusë atë në përdorim të fuqisë së vet, gjë e cila do t'i sjellë atij mirëqenien në të gjithë lëmenjtë e jetës. Jeta gjithmonë fal. Kur e prisni gishtin, jeta ju fal. Inteligjenca e ndërdijes, pra menjëherë i rreket shërimit të plagës. Qelizat e reja në vazhdim e mbulojnë vendin e prerjes, po që se gabimisht hani ndonjë ushqim të prishur, jeta ua fal gabimin, ju shtyn që ta villni atë dhe kështu ju shpëton nga mbarimi. Po e dogjët ndonjë pjesë të trupit, principi jetësor me të shpejtë kufizon vendin e ëntur dhe të pjesës së dëmtuar të indeve, krijon lëkurën e re me miliona qeliza të reja. Jeta nuk është hakmarrëse ndaj jush dhe gjithnjë ju a fal gabimet. Jeta, po që se bashkëpunoni me të, ju përtërin shëndetin, vitalitetin, harmonin dhe qetësinë shpirtërore, duke i harmonizuar mendimet tuaja me natyrën. Kujtimet tuaja negative që shkaktojnë dhembje, hidhërime, mërzi, e ndërprejnë qarkullimin e lirë të principit jetësor të brendësisë së vetes suaj. Të liruarit nga ndjenja e fajësisë. E kam njohur një njeri cili punonte deri në orën 1 të natës. Plotësisht e kishte lënë pas dore gruan dhe 2 djemt, me që gjithmonë ishte i ngarkuar me punë. Ai mendonte se meritonte çdo lëvdat për vijshmërinë dhe për zellin e vet që tregonte duke ndenjur në zyrë deri natën vonë. Nga ana tjetër, tensioni i gjakut ja kishte kaluar 200-shin dhe vuante nga ndjenja e fortë e fajshmërisë. Ai në mënyrë të pavetëdijshme e dënonte vetveten me punë të rënda dhe me pakujdesi ndaj fëmijëve e ndaj gruas. Njeriu normal nuk vepron kështu.
Ai interesohet për fëmijët e vet, për rritjen dhe për zhvillimin e tyre, si dhe asnjëherë plotësisht nuk e largon gruan nga bota e vet. Unë ja shpjegova arsyen për të cilën dërmohet nga puna e tepërt. Diçka nga brenda ju bren, përndryshe nuk do të vepronit kështu. E doni vetveten, ndërsa duhet të mësoni që t'ja falni vetvetes gabimet. Në fund konstatuam se e mundonte ndjenja e fortë e fajësisë ndaj të vëllait. I thash se nuk e dënonte Zoti, por në të vërtetë ai e dënonte vetveten. Çdo keqpërdorim i ligjshmërive jetësore sjell vuajtje dhe dhembje. Nëse për shembull me dorën tuaj prekni telin e tensionuar me rrymë, do të fitoni djegje të rëndë. Fuqitë natyrore nuk janë të rrezikshme nga vetvetja, por varësisht nga mënyra se si i përdorni ato, ju e përcaktoni efektin pozitiv dhe negativ. Elektriciteti nuk është i dëmshëm, por nga mënyra se si e përdorni atë varet se a do të shkaktojë djegje të ndryshme trupore apo do të ndriçojë shtëpinë tuaj. Mëkati vetëm qëndron në mosnjohjen e ligjshmërisë, ndërkaq dënimi i vetëm do të jetë reaksioni që do të pasojë menjëherë pas keqpërdorimit të ligjshmërisë së cekur. Po e keqpërdorët principin e kimisë, mund të ndodhë që ta ngritni në ajër zyrën tuaj ose fabrikën e tërë, po i rat murit, atëherë mund të vijë deri te gjakderdhja. Por ky nuk është qëllimi i vërtet i murit. Detyra e tij është t'ju mbrojë dhe t'ju strehojë. Njerëzve nga ky shembull i yni dua t'i shpjegoj se ato nuk i dënon Zoti dhe se vuajtjet e tyre janë të tëra pasojë reagimit të ndërdijes së tyre ndaj të menduarit negativ dhe rrënues. Në një rast, para këtij, kishte mashtruar të vëllain i cili ndërkohë kishte vdekur, kështu që për këtë shkak ato e brengoste ndërgjegja. E pata pyetur, a do ta mashtroni tani vëllain tuaj? Më ishte përgjigjur, kurse si. Të mendonit se në atë kohë kishit të drejtë për mënyrën e veprimit tuaj, a mendonit kështu? Po, mu përgjigja ai. Por a do ta përsërisnit sot të njëjtën gjë? Mendoi dhe tha: Sot jeni më të mençur dhe më shumë kuptoni. Ta falësh dikë do të thotë ta falësh vetveten, ti falësh të tjerët do të thotë ti harmonizosh mendimet e tua me parimin universal. Gjykimi i vetvetes quhet ferr, ndërsa falja quhet parajs. Në këtë mënyrë, nga mendja e tij u largua barra e rëndë e të brejturit të ndërgjegjes dhe e gjykimit të vetvetes, kështu që ai më në fund u shërua. Pas kontrollit mjekësor u konstatua se tensioni i gjakut ju kthye në kufi të normales. Si barë në këtë rast, shërbeu një sqarim i thjeshtë. Vrasësi ja fal vetvetes. Para shumë vitesh më pati vizituar një njeri që kishte vrarë të vëllan. Ato e brente ndërgjegja, e mundonte vuajtja shpirtërore, si dhe ishte i bindur se Zoti do ta dënonte për krimin që kishte kryer. Më pati sqaruar se e kishte zënë të vëllan duke i puthur gruan, me çrast e kishte vrarë në vend. Kjo kishte ndodhur 15 vjet para takimit ton. Në ndërkohë ai e kishte vuajtur dënimin. Ishte martuar përsëri dhe kishte 3 fëmijë të mrekullueshëm. Tani përmes punës që kryente, u ndihmonte njerëzve dhe me një fjalë ishte ndryshuar tërësisht. Unë i pata thënë se ai tashmë as fizikisht e as shpirtërisht nuk i ngjante njeriut që ja kishte sjell vdekjen të vëllait, sepse siç na thot shkenca, çdo qelizë e trupit të njeriut ndryshon brenda 11 muajve. Pas kësaj, ai mendimisht dhe shpirtërisht ishte shndërruar në njeri të ri, i frymëzuar nga dashuria, vullneti dhe altruizmi. Njeriu i mëparshëm, i cili para 15 vjetëve kishte kryer krimin, tashmë shpirtërisht ishte i vdekur. Me fjalë të tjera, duke gjykuar vetveten edhe më, ai e gjykonte njeriun plotësisht të pafajshëm. Sqarimi im pati efekt të fortë sepse më kishte thënë se ndjente shkarkimin e një barre të rëndë nga shpirti. Ai kishte kuptuar domethënien e fjalëve biblike. Atëherë, ejani të pleqërohemi, thot Zoti.
Edhe në qofshin mëkatet tuaja kuq si gjaku, do të bëhen bardhë si bora. Edhe në qofshin të kuqe si purpuri, do të bëhen por si leshi. Isai 1:18. Pa pëlqimin tuaj nuk mund t'ju lëndojnë. Një mësuese më pati rrëfyer se si fjalimi i saj që kishte mbajtur në shkollë ishte kritikuar nga kolegu i saj. Ai ja kishte shkruar një letër ku i kishte thënë se flet shpejt, i gëlltit fjalët, nuk dëgjohej shumë, ke të shprehur shumë të dobët, fjalimi sipas përmbajtjes nuk ishte bindës e tjerë. Mësuesja ishte hidhëruar pa mas dhe ndjente neveri të papërshkrueshme ndaj kritikuesit të vet. Megjithatë, ajo pranoi se kolegu kishte të drejtë. Në fillim reagoi në mënyrë të jetë fëminore, mirë po pastaj e kuptoi se kjo letër ishte shumë e dobishme dhe se e udhëzonte në rrugën e drejtë. Duke mos pritur asnjë çast, ajo filloi t'i korrigjonte të metat e fjalimeve të veta, si dhe u regjistrua në kursin e oratorisë në universitetin lokal. Pastaj, i shkroi një letër kolegut të vet, të cilit ju falenderuar për interesimin që kishte treguar dhe për vërejtjet që ja mundsuan t'i përmirësonte gabimet e saj. Si të ndjehet dëmshuria? Të supozojmë se asnjëra nga vërejtjet që u cekën në letrën e përmendur nuk ishin të arsyeshme. Atëherë mësuesja në fjalë do të mendonte se përmbajtja e diskutimit të saj kishte nxitur bestytni, paragjykime, habindje zemërngushta dhe sektare të autorit të letrës dhe se vetëm personi me sëmundje psikike në mënyrë më të thjeshtë e tregon zemërimin e vet, duke ndjer veten të sulmuar. Të kuptuarit e kësaj mundësie do të thotë të ndjehet dëmshuri. Hapi i ardhshëm logjik më tej do të duhet të ishte lutje, të përsëriturit e pohimeve pozitive për atë person dhe për qetësinë e saj, për harmoninë dhe për të kuptuarit e saj. Askush nuk do të mund t'ju lëndoj, po që se jeni të vetë të dishëm se ju dhe vetëm ju komandoni me mendimet, me reagimet dhe me ndjenjat tuaja. Emocionet shpërthejnë pas mendimeve, kështu që secili prej nesh është në gjendje dhe mjaft i aftë për të mos i përfillur të gjitha mendimet që e shqetësojnë. E braktisur para altarit. Para ca vitesh pata shkuar në kish për ta kryer ritualin e martesës. Mirë po djaloshi që duhej të martohej nuk u paraqit dhe pas një pritjeje prej 2 orësh, nusja e pafat me lot në sy më tha: "E kam lutur Zotin për këshill, ndoshta kjo është përgjigjja e tij." Me gjas, ky djalosh kurrësesi nuk do të më përgjigjej si bashkëshort. Pra, reaksioni i saj në këtë rast ishte besimi në Zot edhe vullneti i mirë, nuk lejoi që ta kaproj mërzia, nga që, siç tha edhe vet, me gjas edhe është më mirë që ne të dy të mos martohemi, sepse unë e luta Zotin pikërisht për këshillën e të vepruarit drejt. Po t'ishte ndonjë tjetër në vend të saj, me siguri se do të lejonte që ta mposhte hidhërimi, do të përjetonte sulm histerik, do të kërkonte me këmbë ngulje bar qetësues ose do të përfundonte në spital. Harmonizojuni me inteligjencën e vendosur në ndërdije. Besoni se do t'ju japë përgjigje pikërisht ashtu siç i keni besuar nënës suaj, derisa ju mbante në prehër. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini baraspeshën tuaj psikike dhe do të keni mendje e emocione të shëndosha. Martesa është kob, marrëdhëniet seksuale janë të turpshme. Tash shpejt kam pasur rastin të bisedoj me një vajzë 22 vjeçare, të cilën e kishin edukuar ashtu që të kuptonte se çdo takim me meshkujt është mëkat. Nëna e vet vazhdimisht i kërcënohej se po nuk e përfilli dëshirën e saj dhe mësimi fetar do të përfundonte në zjarrin e amshueshëm të ferrit. Kjo vash mbante të veshur një fustan të zi dhe çorape të trasha. Nuk lyhej sepse ëma e saj gjërat e tilla i kuptonte si të mëkatshme, po s'këtyre ajo, së bijës, i thoshte se të gjithë meshkujt janë të këqij, se marrëdhëniet seksuale janë të ndyra dhe të poshtra, të pandershme dhe vërtet djallëzore.
Vasha patjetër është dashur të mësohej që t'ja falte vete sepse e brente ndërgjegja. Është dashur t'i braktisë të gjitha besimet e rreshme dhe t'i zëvendësojë me të vërteta jetësore dhe me të menduar pozitiv për vetveten. Kur dilte me të rinjtë e ndërmarrjes ku punonte, e brente ndërgjegja dhe e mundonte se do ta dënonte Zoti për çdo gjë që bënte. I kishën ofruar edhe martesë, por siç thoshte, për të martesa ishte kob, gjë që vlente edhe për marrëdhëniet seksuale. Pra, e tillë ishte gjendja e vetëdijes së saj, teje të kushtëzuar nga të edukuarit e së ëmës. Tek unë vinte shpeshherë. U përpoqja që ta njoh me mënyrën e veprimit të pjesës së vetëdijshme dhe të asaj të pavetëdijshme të mendjes, ashtu siç është theksuar në këtë libër. Dal nga dal filloi të kuptonte se i ishte nënshtruar shpëlarjes së trurit, hipnozës dhe të kushtëzuarit nga ana e nënës së vet, një gruaje mendje lodhur, të painformuar dhe të ngarkuar nga bestytnit. Pas këtyre takimeve, kjo vash i ndërpreu të gjitha lidhjet me familjen e vet dhe filloi një jetë të pavarur dhe të bukur. Sipas propozimit tim, ajo e ndërroi veshjen, i rregulloi flokët, u regjistrua në shkollën e vallëzimit, filloi të mësoj, u mësua të notoj, të luaj me letra dhe të dilte shpesh me meshkuj, filloi ta donte jetën. Momentet e para të mëngjesit dhe ato të fundit të natës i plotësonte duke përsëritur pohimet pozitive. Nga inteligjenca e paskajshme kërkonte që t'ja gjejë një burr me të cilin do ta ketë një jetë tërësisht të përbashkët. Në fund kjo edhe ndodhi. Një mbrëmje, duke dalë prej zyres sime, ajo u takua me një njeri, i cili gjithashtu priste të takohej me mua. I njoftova në mënyrë rastësore, ndërkaq sot ata jetojnë një martesë të lumtur, duke u pajtuar dhe duke u plotësuar reciprokisht në mënyrë të përsosur. Falja është e domosdoshme. E kur do të ngriteni për t'u lutur, falni nëse keni ndonjë send kundër ndokujt. Marku 11:25. Falja është kryesorja për qetësi shpirtërore dhe për shëndet të përkryer. Nëse doni të keni shëndet të përsosur dhe lumturi, do e mos duhet falur të gjitha ata që ju kanë lënduar ndonjëherë. Faleni edhe veten, duke i harmonizuar mendimet tuaja me inteligjencën e paskajshme. Mirë po, pa i falur të tjerët, veten nuk mund ta falni plotësisht. Nëse refuzoni ta falni veten, do të thotë se lejoni t'ju kaploj kryelartësia ose ndoshta mosnjohja e shpirtit. Mjekësia bashkohore psikomatike e di saktësisht se mërsia, gjykimi i të tjerëve, armiqësia dhe neveria qëndrojnë pas një vargu sëmundjesh, duke filluar që nga artriti e deri tek sëmundjet e zemrës. Pohohet se shumica të sëmurëve gjatë përvojave të tyre jetësore kanë dhembje, vuajtje ose keqpërdorime, të cilat ushqehen me ndjenja negative. Gjendjen e tillë e ndan vetëm një hap i vogël nga shkaktimi i plagës së rëndë të ndërdijes, që mund të shërohet vetëm me një bar. Plagën duhet evituar dhe duke harruar, ndërsa mënyra e vetme për t'u arritur kjo është falja. Falja është dashuri në vepër. Faktori kryesor i aftësisë së faljes është gatishmëria për ta bërë këtë. Nëse sinqerisht doni t'ja falni fajin ndonjë të afërmi, ju vetëm me të shprehurit të dëshirës suaj keni kryer më se gjysmën e punës ose 51% të saj. Me siguri jeni të vetëdijshëm se po falet një të afërm nuk do të thotë se ai edhe ju pëlqen dhe se tani doni të çoni jetë me të. Askush s'mund t'ju detyroj ta doni dikë, sikurse që asnjë qeveri e botës nuk mund t'ju jap urdhër ligjor për ekzistimin e vullnetit të dashurisë, të tolerancës dhe të qetësisë shpirtërore. Pra kuptohet se është e pamundur që dikush t'ju pëlqejë vetëm për shkak se në parlament që ka aprovuar një ligj në lidhje me këtë. Mirëpo të afërmit mund t'i duam edhe pse ndoshta nuk na pëlqejnë. Bibla thot, duajeni njëri tjetrin.
Këtë gjithkush mund ta bëj, mjafton vetëm dëshira e sinqertë. Dashuri do të thotë që të afërmit tënd t'i dëshirosh shëndet, lumturi, rehati, gëzim dhe mirëqenie. Për ta bërë këtë, duhet plotësuar vetëm një kusht paraprak: sinqeriteti. Të falësh dikë diçka nuk do të thotë të jesh zemërgjer, përkundrazi te jetë vetjak, sepse çdo gjë që u dëshironi të tjerëve, në të vërtetë ja dëshironi vetvetes. Njeriu është kopje e mendimeve dhe ndjenjave të veta. A ka gjë më të thjeshtë se kjo? Teknika e të falurit. Ja një metodë të cilën, po që se e përdorni me mjaft vendosmëri, në jetën tuaj do të krijojë çuditëra. Pushoni, çlodhuni me trup e me shpirt dhe qetësojini mendimet. Përqëndrojeni vëmendjen tek inteligjenca e paskajshme dhe thoni me lehtësi dhe plotësisht: e fal, emrin e personit që ju ka ofenduar, e liroj atë nga shpirti dhe nga mendja ime. Në tërësi fal të gjithë që mund të kenë çfarëdo lidhje me ofendimin për të cilin është fjala. Jam i lirë e i lirë është edhe ai. Më pushton një ndjenje mrekullueshme, sepse dita e sotme është ditë kur do t'i fal të gjithë. I fal të gjithë ata që në çfarëdo kohe më kanë lënduar a më kanë ofenduar. Të gjithëve u dëshiroj paqe, qetësi shpirtërore, shëndet dhe mirëqenie. Këtë e bëj lirisht, me gëzim e me dashuri. Prandaj sa herë që të më shkoj mendja te personi që më lëndoi, do të them të kam falur. Pra, le të përcjelli tërë fati i kësaj bote. Jam i lirë, më kaplon ndjenja një kënaqësie të mrekullueshme. Fshetësia e madhe e faljes qëndron në faktin se kur falni, nuk ka më nevojë të përsëritet lutja. Kur t'ju rikujtohet personi që ju ka ofenduar, mjafton t'i dëshironi çdo të mirë dhe t'i thoni: paqja qoftë mbi ty. Veproni kështu sa herë që t'ju kujtohet personi i tillë. Pas vetëm ca ditësh, do të vëreni se atë fillon të mbulojë pëlhura e harresës dhe së shpejti do të zhduket plotësisht nga mendja juaj. Si nga pjesa e vetëdijes, ashtu edhe nga ajo e ndërdijes. Prova për falje. Siç dihet, ekziston prova acidike për ajrin. Një provë ngjashme ekziston edhe kur është fjala për faljen e fajshmërisë. Po që se fjalët e mira të thëna për dikë që ju ka lënduar, që ju ka tradhtuar, që ju ka mashtruar, a që ju ka ofenduar, ju shqetësojnë, kjo do të thotë se rrënjët e urrejtjes ende janë të ngulitura thellë në ndërdijen tuaj, prej nga i shkaktojnë dëme të mëdha tërë qenjes suaj. Të supozojmë se para një viti ju dhimbte shumë dhëmbi dhe ju mu ankuat për problemin që ju mundonte. Po që se ashtu në bisede sipër tash ju pyes: a ju dhembe ende dhëmbi? Ju aty për aty do të përgjigjeshit: lëre e pash Zotin si s'më kujtohet, por tash më se ndjej. Pra këtu edhe qëndron puna, të kujtuarit e ofendimit, të ngjarjes së padëshiruar, ndoshta ekziston, mirë po ajo nuk ju dhemb më. Në këtë mënyrë provohet falja. Provoni me vetveten, sepse nëse nuk keni falur plotësisht, atëherë vetëm jeni duke ja bërë qejfin vetes dhe kot harxhoni energji. Ti kuptosh të gjithë do të thotë ti falësh të gjithë. Kur njeriu e kupton ligjin krijues të ndërdijes së vet, ai pushon së gjykuari ata që eventualisht ja kanë shkatëruar jetën. Tashmë është i vetëdijshëm se vetëm mendimet dhe ndjenjat e veta mund t'ja caktojnë fatin. Aspektet nga bota e jashtme në asnjë mënyrë nuk mund të depërtojnë në jetën dhe në përjetimet e tij. Mendimi se të tjerët na e prishin lumturinë tonë, se ne jemi vetëm vegla në duart e fatit, se vetëm me angazhim mund të arrijmë rezultate të mira dhe kënaqësi, janë të paqëndrueshme, gjëqësisht të pabaza, kur kuptojmë se mendimet paraqesin realitetin, sepse siç shkrua në Bibël, njeriu është i tillë çfarë mendon. Ç'duhet mbajtur mend rreth faljes.
Jeta nuk bazohet tek personat dhe nuk i dallon ata. Jeta bashkëpunon me atë që i shkon për dorë të bjerë në pajtim me principin e harmonisë, të shëndetit të mirë, të gëzimit dhe të qetësisë shpirtërore. Jeta askujt dhe asnjëherë nuk i sjell sëmundje, fatkeqësi dhe vuajtje. Njeriu me anë të mendimeve të veta, vetvetes i shkakton përjetime të dëmshme e rënuese. Çka mbjell? Korr. Mënyra se si e kuptoni Zotin, inteligjencën e paskajshme, ndërdijen e fuqishme, është me rëndësi kryesore për jetën tuaj, po që se vërtet besoni në inteligjencën e paskajshme, ndërdija juaj do të përgjigjet duke ju sjellë mirëqenie. Pra, besojini asaj. Jeta nuk është hakmarrëse dhe kurrë nuk ju ngarkon. Ajo shëron prerjen serioze të dorës suaj, ju afal nëse e keni djegur ndonjë pjesë të trupit, i përtërin indet dhe prodhon qeliza të reja, duke ja kthyer trupit dhe shpirtit tuaj tërsinë dhe përsosmërinë. Kompleksi i fajshmërisë me të vërtetë është kuptueshmëria e jetës në mënyrë të gabuar. Me të e dënoni vetveten sepse lejoni t'ju kaplojnë besnutnit, mendimet negative dhe të gjykuarit e vetvetes. Jeta, ose siç e quajnë disa Zoti, asnjëherë nuk nxjerr paragjyqit dhe as nuk dënon. Fuqitë natyrore nuk janë të kopshme. Efekti i tyre varet vetëm nga mënyra e përdorimit të tyre, gjithsesi nga mënyra e përdorimit të aftësive tuaja. Elektriciteti mund t'ju shërbejë për ta mbytur dikë, por edhe për ta ndriçuar shtëpinë. Uji mund t'ju shërbejë për të mbytur dikë, por edhe për të shuar etjen e ndokujt. E mira dhe e keqja janë rezultate të mendimeve të lindura në mendjen e njeriut. Pra, jeta asnjëherë nuk dënon. Njeriu dënon vetveten me të kuptuarit e rrejshëm të universit. Mendimi është medium krijues me anë të cilit njeriu e krijon fatin e keq të vetvetes. Nëse ju kritikojnë dhe nëse vërejtjet ju bëhen me vend, bëhuni mirënjohës dhe mësohuni t'i çmoni vëzhgimet e të tjerëve. Ju është dhënë rasti që t'i përmirësoni të metat tuaja. Kritikat nuk mund t'ju lëndojnë, sepse ju jeni të vetëdijshëm se jeni të zotët e mendimeve, të reagimeve dhe të emocioneve tuaja. Tani, keni rastin që ta ndani vullnetin me të afërmit tuaj, në ç'më mënyrë do t'i kontribuoni mirëqenies suaj. Pranojeni sinjalin që ju paraqitet pas lutjes. Gjegjësisht, kur ju jepet ndonjë këshill, ndonjë udhësim, kuptoni se kjo është për të mirën tuaj dhe nuk do të ketë nevojë për vetë dhimbshuri, për urrejtje dhe për sulme të ndryshme histerike ndaj të tjerëve. Asgjë nuk është e mirë a e keqe nga vetvetja, veçse të tillë e bën qëndrimi i mendjes sonë. Asgjë të keqe nuk ka në marrëdhëniet seksuale, e as në dëshirën për të ngrënë, për t'u pasuruar, e as në dëshirën e të shprehurit të drejtë. Problemi megjithatë qëndron në mënyrën e përdorimit të këtyre dëshirave, nevojave, as synimeve, sepse dëshira për të ngrënë nuk guxon të plotësohet duke vrarë njeriun që në dorë mban copën e bukës. Zemërimi, urrejtja, mërzia dhe armiqësia paraqesin bazën për paraqitjen e shumë sëmundjeve. Faleni vetveten dhe të tjerët, duke u dëshiruar dashuri, jetë, gëzim dhe vullnet të gjithëve që ju kanë lënduar. Vazhdimisht këtë veprim përsëriteni derisa të mos bini në gjendje që kur t'ju kujtohen, t'i lironi nga vetja në paqe dhe në qetësi shpirtërore. Të falësh do të thotë të japësh, të ofrosh. Të tjerëve ofroju një dashuri, qetësi shpirtërore, gëzim, mençuri dhe mirëqenie, gjithnjë derisa në vetëdijen tuaj të mos mbetet më asnjë thimbth atherë, ekziston prova e faljes. Të supozojmë se para një kohe të caktuar ju dhimbte dhëmbi. Pyeteni veten se a ju dhemb më ai tani? Përgjigjja është mohuese. Ngjashëm me këto, a keni ende mendim negativ për personin që ju ka lënduar, që ju ka ofenduar, a që ju ka mashtruar?
A zemëroheni ndaj personit të tillë? Nëse përgjigja është pohuese, do të thotë se rrënjët e urrejtjes gjenden ende thellë në mendjen tuaj dhe që andej i shkaktojnë dëmtime rrënuese mirëqenies dhe lumturisë suaj. Lirojeni mendjen nga të menduarit e keq për personin e tillë, dëshirojini atij çdo të mirë. Përsëriteni veprimin derisa të mos vini në gjendje që posa ta kujtoni atë, të ndjeni gëzim. Pikërisht këtu qëndron domethënia e fjalisë faleni veten dhe të tjerët. Ndërdia i eviton pengesat mendore. Zgjidhja gjithmonë është tek problemi. Përgjigja përherë fshihet pas pyetjes. Nëse hasni në ndonjë situatë të vështirë e nuk jeni në gjendje të gjeni rrugdalje, mundësia më e sigurt për të arritur sukses do të ishte po që se niseni nga supozimi se inteligjenca e paskajshme e ndërdijes suaj i di përgjigjet e të gjitha pyetjeve, e cila njëherët e gjen edhe zgjidhjen e problemit tuaj. Qëndrimi mendor që nënkupton të supozuarit se mençuria krijuese e ndërdijes do t'ju gjejë zgjidhjen më të suksesshme, do t'ju amundësoj edhe gjetjen e vetë përgjigjes. Qetësohuni të bindur se qëndrimi i secilit veprim që ndërmerrni do t'ju sjellë paqe, rend dhe domethënie. Si të fitohet atë evitohet shprehia. Njeriu është qenie e shprehisë. Shprehia është funksion i ndërdijes. Njeriu mësohet të notojë, ta drejtojë biçikletën, të vallëzojë dhe ta vozisë automobilin me vetë të dije me përsëritje të disa veprimeve. Pastaj, veprimi automatik i ndërdijes i shndërruar në shprehi merr çështjen në duart e veta. Kjo gjë quhet edhe natyra e dytë dhe paraqet reaksionin e ndërdijes ndaj të menduarit dhe të vepruarit njerëzor. Secili prej nesh është i lirë të zgjedhë shprehi të mira të keqe, po e përsëritet ndonjë mendim a ndonjë veprim negativ mjaft gjatë, atëherë do ta fitoni atë shprehi në formën e veprimit. Ligjshmëria e ndërdijes është detyrim. Të humburit e shprehisë së keqe. Zotëri Gjonsi më tha, shpeshherë më kaplon dëshira e pakontrolluar për të pirë. Ndonjëherë nuk arrit të zhdehem, madje 2 javë të tëra. Kurse si nuk po më shkon përdore ta flak këtë shprehi të tmerrshme. Ky njeri i pafat shumë herë u gjend në vuajtje të tilla, atij i është bërë shprehi ta teprojë në pije. E filloi me dëshirën edhe me vetëdije, por më vonë nuk ishte më në gjendje që ta mposhte këtë dëshirë. Përpiqej që t'i rezistonte asaj me fuqinë e vullnetit dhe përkohësisht pati sukses, por më vonë edhe më tepër përpjekjet e tilla filluan ta vështirësonin gjendjen e tij. Ato të shumë numërta e të pasuksesshme për ta braktisur pijen e kishin bindur se ishte pa ndihmë dhe se nuk ishte i aftë që ta braktiste këtë shprehi dhe këtë obsesion të keq. Qëndrimi i tillë për pa aftësinë e mbrojtjes së vetvetes vepronte si nxitje plotësuese e ndërdijes dhe ja keqsonte gjendjen gjithnjë e më tepër. Jeta ishte shndërruar në një kaos të përbërë nga mos sukseset e një pasnjërshme. Ja mësova mënyrën e harmonizimit të veprimit të vetëdijes dhe të ndërdijes. Vetëm me bashkëpunim të dy këtyre lëmejve të mendjes së njeriut mund të arrihet realizimi i idesë së ngulitur në ndërdije. Pjesa e vetëdijshme e mendjes kishte kuptuar se shprehia e vjetër kishte shtyrë në fatkeqësi dhe se do të duhej të mblidhte vetëdijen për ta gjetur rrugën, e cila do t'ia sillte lirinë të zhdehurit dhe qetësinë shpirtërore. Ai e dinte se shprehia vepronte në mënyrë automatike, por gjithashtu ishte i vetëdijshëm për faktin se krijimi të shprehisë i paraprin zgjedhja e vetëdijshme. Nëse ky njëherë ishte kushtëzuar negativisht, pse të mos jetë tani pozitivisht i kushtëzuar? Ai së shpejti pushoi së menduari se ishte i paaftë t'i kundërvihej këtij vesi.
Tashmë e kishte kuptuar qartë se pengesën kryesore për shërimin e krijonte vetë mendja e tij, gjë që nuk kërkonte ndonjë ngarkesë të veçantë mendore, gjëqësisht ndonjë detyrim mendor nga ana e tij. Fuqia e përfytyrimit. Zotri Gjonsi, nxitur nga këshilla ime, filloi të çlodhej në ç'mënyrë arrinte qetësinë trupore dhe shpirtërore. Në momentin kur plotësisht çlodhej, paramendonte përfundimin e dëshiruar të procesit të shërimit, duke ditur se ndërdia do të kujdeste ta gjejë mënyrën më të lehtë për të arritur rezultate të suksesshme. Përfytyronte të bijën duke ja uruar fitore me fjalët "Baba, shumë mirë u bë që u ktheve në shtëpi". Meqense për shkak të përdorimit të tepërt të alkoolit, atë e kishte braktisur e tërë familja. Atij ju ndalua t'i vizitonte fëmijët e vet, ndërkaq e shoqja nuk pranonte fare madje as të bisedonte me të. Ai rregullisht meditonte sipas mënyrës së përshkruar më lart. Kur i fluturonin mendimet tjetër ka, ai aty për aty e rikthente përfytyrimin e së bijës së buzëqeshur, si dhe skenën që paraqiste pamje nga shtëpia e tij e zbukuruar nga zëri i gëzuar i së bijës. Pas një kohe të caktuar, mendja e tij u kushtëzua në mënyrë të re, procesi qarkullonte shkallë. Megjithatë, zotëri Gjonsi nuk hiqte dorë. Ishte i vendosur duke ditur mirë se është vetëm çështje kohe se kur do të ngulitej në vetëdijen e tij modeli i ri mendor. I pata thënë se vetëdia mund të krahasohet me kamerën, ndërkaq ndërdia në këtë rast paraqiste shiritin filmik i cili incizon çdo rrezë të dijes me të cilën e ndriçon. Ky krahasim tek ai i la mbresa të thella. I mbeti që vetëm pamjen e dëshiruar ta ngul në ndërdije dhe të kujdeset që aty edhe të mbesë. Shiriti filmik zhvillohet në errësirë dhe, ngjashëm me këtë, përfytyrimet e imagjinuara zhvillohen në hapësirën e errët të ndërdijes mendore. Vëmendja e përqendruar. Me të kuptuar se vetëdia paraqet kamerën, ai më nuk e detyronte veten për asgjë. Tentonte ta ndalonte çdo luftë mendore. Në mënyrë të qetë i përshtati mendimet e veta dhe mundohej ta përqendronte vëmendjen në pamjen e paramenduar, derisa nuk arriti të mishërohet plotësisht me të. Krejtësisht u thellua në atmosferën e imagjinuar, ndërsa filmin e vet mendor e përsoste sa herë që i jepej rasti. Tashmë fare nuk dyshonte për shërimin e vet. Kur i shkonte mendja ta mbushte gotën menjëherë e punësonte imagjinatën e vet në risjellje të filmit mendor. Ai këtë e bënte me sukses, sepse ishte i sigurt se në mendime e pret ngrohtësia e humbur familjare dhe buzëqeshja e fëmijëve. Sot, ai është kryetar i një koncerni gjigant dhe njëri nga njerëzit më të lumtur që njoh. Njeriu ters. Zotëri Bloku më dëftoi se fitonte mbi $20,000 në vit, por kohëve të fundit thoshte se i ishin mbyllur gati të gjitha dyert. Mua ankua se në disa raste mezi kishte arritur t'i bindte klientët për nënshkrimin e kontratës, por në momentet e fundit gjithnjë ndonjë arsye pengonte realizimin final. Prandaj shtoi se ishte i bindur se e përcillte terslëku. Duke shqyrtuar këtë problem, konstatova se zotëri Bloku 3 muaj më parë ishte hidhëruar shumë. Madje ishte tërbuar nga zemrimi, sepse një klient i tij, dentist, përkundër premtimit se do ta nënshkruante një kontratë të levërditshme, në momentin e fundit kishte hequr dorë nga vendimi i tij. Që nga ky çast atë e kishte kapluar një frikë pa vetëdijshme se edhe klientët e tjerë do të vepronin në të njëjtën mënyrë. Prandaj kishte filluar të ndjente armiqësi, pengesa në të gjitha anët, si dhe mërzi të madhe. Në mënyrë të shkallëzuar, në mendjen e vet kishte ngulitur mendimin e të ekzistuarit të pengesës së pakapërcyeshme të refuzimit të nënshkrimit të kontratës dhe ishte krijuar rrethi magjik i namatisur.
I kishte ngjarë pra ajo se cilës i friksohej më së tepërmi. Me ndihmën time, megjithatë, arriti ta kuptonte se problemi qëndronte në vetë mendjen e tij dhe se ai domosdo duhet ta ndërronte qëndrimin e vet mendor. Vargun e punëve të veta të pasuksesshme e ndërpreu me ndihmën e vargut të pohimeve vijuese. E kuptoj se paraqes tërsinë bashkë me inteligjencën e paskajshme të ndërdijes, e cila nuk njeh pengesa, vështirësi dhe zhagitje. Jetoj duke pritur me gëzim zgjidhjen më të mirë. Shtresat e thella të mendjes sime reagojnë ndaj mendimeve të mia. E di se asgjë nuk mund ta pengojë ndërdijen time që ta përfundoj me sukses atë që e filloj. Mençuria krijuese vepron përmes meje, duke realizuar të gjitha planet dhe qëllimet e mia. Çdo gjë që filloj, jam në gjendje edhe ta përfundoj me sukses. Qëllimi im jetësor është që klientëve të mi me sukses t'u ofroj shërbimet e mia, ndërsa të gjithëve atyre me të cilët punoj të jenë të kënaqur me ofertat e mia. Puna ime është në harmoni të plot me principin universal. Këtë varg pohimesh, ai e përsëriste për çdo mëngjes para se t'i kërkonte klientët e mundshëm. Lutej edhe gjatë natës, zakonisht para se të shkonte për të fjetur. Së shpejti, në ndërdijen e vet, formoi mënyrën e re të menduarit dhe u kthye në shtigjet e vjetra të njeriu të suksesshëm afarist. Sa doni atë që dëshironi. E kishte pyetur një djalosh Sokratin se si mund të bëhej i mençur. Sokrati e kishte marrë me vete dhe e kishte dërguar tek lumi. Ja kishte zhytur kokën në ujë duke ja mbajtur derisa nuk kishte filluar të përpëlitej nga të humburit e frymëmarrjes. Pastaj e la ta nxjerr kokën nga uji dhe e pyeti: "Derisa gjendeshi i fundosur në ujë, ç'toje më së shumti?" "Dëshiroja të merrja frym", u përgjigj ai. Sokrati atëherë i tha: "Kur dëshira jote për mençuri do t'jetë po aq e fortë sa ishte për frymëmarrjen tënde, derisa ishe nën ujë, atëherë do ta gjesh edhe mençurinë." Ngjashëm me këtë, vetëm nëse me sinqeritet të vërtetë dhe me tërë fuqinë tuaj dëshironi ta tejkaloni ndonjë pengesë jetësore, duke kuptuar se rrugdalja ekziston dhe atë mund në shtegun ka jeni duke ecur me hapa të sigurt, do të keni sukses të sigurt. Nëse vërtet kërkoni qetësi shpirtërore, padyshim do ta keni. Po qëse jeni të vetëdijshëm për aftësitë tuaja mendore, atëherë për ju do të jetë njësoj nëse ndaj jush sillen me padrejtësi, a ju mashtrojnë, ju intrigojnë apo ju maltretojnë. Kur dini se çdoni, atëherë me gatishmëri i pengoni vjedhësit e urrejtjes, të hidhërimit, të armiqësisë dhe të mërzisë, për t'ju vjedhur qetësinë, harmoninë, shëndetin dhe lumturinë tuaj. Nuk mundet më t'ju shqetësojnë as njerëzit e tjerë, e as problemet, as lajmet e këqija, e as kurgjë tjetër, sepse ju tani, në çdo kohë dhe në çdo vend, njësoheni me qëllimin tuaj jetësor. E ky është shëndeti, qetësia, frymëzimi, harmonia dhe begatia juaj. Ndjeni se si në përbrendin tuaj rrjedh gjumi i qetësisë tuaj trupore dhe shpirtërore. Mendimi është fuqi e padukshme dhe jo materiale, prandaj mundësojani që t'ju frymëzoj, t'ju lumturoj dhe t'ju pasuroj. Përse nuk arrihet shërimi? Do t'ju rrëfej rastin e një të martuari, baba i 4 fëmijëve, i cili kishte edhe dashnore, për të cilën kujdesej dhe me të cilën fshehurat si shkonin në çdo udhtim zyrtar. Ai ishte nervoz, i dhnak, i mërzitur dhe i sëmur, madje nuk ishte në gjendje as të flinte pa përdorur barnat e nevojshme qetësuese. Mjeku i vet kot mundohej t'ja ulte tensionin e gjakut. Ai shpeshherë ndjente dhimbje në organet e ndryshme trupore, ndërsa mjekët nuk arrinin t'ja caktonin diagnozën e saktë. Pas të gjitha këtyre dukurive, ai ishte dhënë pas përdorimit të alkoolit. Shkaki të gjitha këtyre natyrisht ishte ndjenja e tij e thellë dhe e pavetëdijshme e fajshmërisë.
Është e vërtetë se ai kishte shkelur betimin martesor dhe kjo i shkaktonte dhimbje. Ishte i edukuar me familje religjioze, kështu që u detyrua të jepet pas përdorimit të alkoolit, në mënyrë që sadopak ta zbuste të brejturit e ndërgjegjes. Të sëmurët e rënd përdornin morfium për lehtësimin e dhimbjeve, ndërsa ky pi alkool për ta qetësuar plagën e vet shpirtërore. Pra, ku është ai tregimi vjetër i fikjes së zjarrit me vajgur, të sqaruarit dhe shërimi? Ai me vëmendje dëgjoi sqarimin tim të vepruarit të mendjes njerëzore. Pastaj analizoi problemin e vet, u ballafaqua me të në mënyrë të drejtë për drejtë dhe vendosi të hiqte dorë nga jetesa e këtill e dyshimt. Tashmë e kishte kuptuar se dhënia pas alkoolit paraqiste përpjekje të pavetëdijshme për të ikur nga vetja. Pra, duhej eliminuar shkaku i vërtet që ishte i fshehur në ndërdijen e tij, sepse vetëm pas kësaj do të pasonte shërimi. Ai nga 3 a 4 herë në ditë filloi t'ia përcjell ndërdijes një varg pohimesh në formë lutjesh. Shpirtin ma kaplon ndjenja e paqes, e qetësisë dhe e baraspeshës mendore. Ndjej impulse të inteligjencës së paskajshme. Nuk më frikson asgjë nga e kaluara, nga e tashtmja e as nga e ardhmja. Inteligjenca e paskajshme në çdo haptimin më prin, më këshillon dhe më jep kahje. Çdo çështje e zgjidh me besim dhe i qetë. Tashmë plotësisht e kam braktisur shprehinë e keqe që më mundonte. Shpirti më është plotësuar me paqe, me liri dhe me gëzim. Ja fal vetes dhe do të më falet çdo gabim. Këtë varg pohimesh, ai e përsëriste me vetëdije të plot, në çmë mënyrë kishte fituar vetbesim dhe besim të duhur. Ja pa ta sqaruar se pohimet e cekura me zë, me vendosmëri, me maturi dhe me dashuri, dal nga dal depërtonin në ndërdijen e tij musifarat nga të cilat do të mbi fryti që i përgjigjet llojit të tyre. Pas gjithsej 1 muaj plotësisht ishte bërë tjetër njeri. Mos pranimi. Nëse jeni alkolista, narkoman, atëherë këtë duhet ta pranoni si fakt. Kur mos u largoni nga e vërteta. Një numër i madh njerëzish mbesin alkolistë sepse nuk dëshirojnë ta pranojnë faktin se janë të tillë. Sëmundja që ju mundon në të vërtetë është pavendosmëri e frikës suaj të brendshme. Ju, duke mos dashur të ballafaqoheni me jetën, për t'i ikur përgjegjësisë i rrekeni gotës. Si alkolist nuk keni dëshirë të lirë, edhe pse ndoshta ju thot mendja se kjo nuk është e vërtetë. Nëse ua ka ënda të pini si dhe të merrni guxim dhe të deklaroni as që do ta prek gotën e rakisë më, megjithatë me këtë asgjë nuk do ta arrini sepse nuk keni aftësi për ta realizuar këtë pohim tuaj. Jetoni në burgun tuaj psikologjik, të farkuar nga bindjet, nga mendimet, nga edukata juaj, si dhe nga ndikimi i rrethit ku jetoni. Sikurse shumica njerëzve të rëndomt, edhe ju jeni vepër e shprehive tuaja. Jeni të kushtëzuar nga të reaguarit e tillë siç keni reaguar çmoti. Rënjosja e idesë së lirisë. Tashmë jeni në gjendje që në mendjen tuaj të rënjosni idenë e lirisë dhe të qetësisë shpirtërore. Në çmë mënyrë do të arrini deri në thellësi të ndërdijes suaj. Ndërdia si fuqi gjithbërëse mëtej do t'ju lirojnë nga robërimi alkolik. Do të fitoni njohuri të reja për mënyrën e veprimit të mendjes suaj, si dhe do t'jeni në gjendje ta vërtetoni veten se keni të drejtë. I shëruar 51%. Po patë dëshirë të sinqert për t'u liruar nga çfarëdo shprehje, atëherë mund të thuhet se me vetë faktin e të shprehurit të dëshirës së tillë, ju 51% jeni të shëruar. Po qëse dëshira për ta braktisur një vesë është më e fortë se sa dëshira për ta mbajtur atë, me siguri se nuk do të keni të vështirë që ta lironi plotësisht. Mendja e njeriut rritet dhe shumë fishon çdo mendim të ofruar,
po u përqëndruat në të liruarit nga vesi i keq dhe në qetësi shpirtërore, atëherë ju krijoni ndjenja të caktuara që dal nga dal e përshkojnë mendimin e duhur. Çdo ide të përshkruar nga emocionet ndërdia pa dallim e përvetëson dhe shndërron atë në realitet të gjallë. Ligji i substitutit. Mos harroni se vuajtja mund të japë rezultate pozitive. Dijeni se nuk jeni munduar kot. Në anën tjetër është e pakuptim të vuajtja. Po nuk hoqë dorë nga përdorimi i alkoolit me siguri se do të përjetoni mundim të mëtejshëm fizik dhe psikik që do t'ju sjellë sëmundje. Duhet pasur ndërmend se pas jush qëndron fuqia e ndërdijes suaj. Madje edhe nëse dëshpëroheni, kurse si mos hiqni dorë dhe rikujtojeni shfaqjen gazëlyese të braktisjes së vesit të keq. Ky është ligji i substitucionit. Imagjinata ju ka shtyrë t'i rrekeni gotës, atëherë edhe le t'ju largoj prej saj. Natyrisht se do të vuani, por kësaj radhe për qëllime konstruktive. Çdo vuajtje do të duroni ashtu siç i duron nëna e raskapitur dhimbjet e lehonis. Edhe ju në botë do ta sillni një fëmijë, fëmijën e mendjes suaj. Ndërdia do t'ju dhuroj këndelljen. Shkaku i alkolizmit. Shkaku i vërtet i alkolizmit është të menduarit negativ. Njeriu, siç u tha më herët, është i tillë se çfarë mendon. Alkolisti vuan nga ndjenja e njeriu të rendit të dytë, nga pikëllimi, nga paaftësia dhe nga humbja e shpresës, i përcjell zakonisht me një armiqësi të thellë ndaj botës që e rrethon. Edhe pse është në gjendje të numërojë arsye të shumta, megjithatë, arsyeja e vetme është jeta mendore e tij. 3 hapa të mrekullueshëm. Hapi i parë. Qetësohuni dhe qetësojini mendimet. Let ju kod gjumi. Në gjendje të çlodhur, të qetë dhe të hapur, jeni të gatshëm për ta bërë hapin e dytë. Hapi i dytë. Zgjidheni një fjali të shkurtër përmbledhëse që lehtë mbahet mend dhe përsëriteni atë si një null. Përdoreni një fjali si kjo. Thellësia dhe qetësia mbretërojnë në mendjen time, prandaj dhe ndjej mirënjohje. Për të mos i lënë mendimet të trete në kahje tjetër, ju derisa jeni duke menduar fjalinë e cekur, përsëriteni me zë të lartë apo lëvizni buzët në formë të shkronjave, në çmënyrë më me lehtësi do t'ja përcjellni atë ndërdijes suaj. Veproni kështu në kohë zgjatje prej së paku 5 minutash. Së shpejti do ta ndjeni reaksionin e thellë emocional. Hapi i tretë. Mu para se të bini në gjumë, veproni ashtu siç veproi shkrimtari i madh gjerman Goethe. Paramendoni para vetes ndonjë mik a ndonjë person që e doni, syt i keni të mbyllur, ndërsa trupin krejtësisht të çlodhur. Miku juaj subjektivisht i pranishëm ju thot: "Urime." Ju ja shihni buzëqeshjen dhe ndjeni zërin e tij. Në mendime ju mund ta prekni atë. Fjala urime nënkupton lirinë e plot, prandaj në mendjen tuaj le të jehoj kjo fjalë derisa të pasojë reaksioni i dëshiruar i ndërdijes. Pasqyrë e shkurtër e fakteve të rëndësishme. Zgjidhja është gjithnjë e përmbajtur në vetë problemin. Përgjigjja gjithnjë gjendet në vetë pyetjen. Inteligjenca e paskajshme gjithnjë do t'ju përgjigjet kur i drejtoheni me besim dhe me shpresë. Shprehia është funksion i ndërdijes. Nuk ka dëshmi më të mirë për fuqinë e mrekullueshme të ndërdijes nga forca me të cilën shprehia rrënjoset në jetën e njeriut. Njeriu është qenie e shprehive. Me përsëritje të një mendimi të caktuar atë ndonjë veprimi në pajtim me të, ju krijoni modelin e shprehisë në ndërdije. Pas një kohe të caktuar, ky model rrënjoset aq thellë sa që shprehia zhvillohet në mënyrë automatike, si noti, vallëzimi, daktilografia, të ecurit, të drejtuarit e automobilit e tjerë. Njeriu ka lirinë e të zgjedhurit, secili mund të vendosë vetë se a do ta zgjedhë shprehinë e mirë a të keqe. Çdo përfytyrim të krijuar në vetëdije dhe të bazuar në besim, ndërdia do ta shndërrojë në realitet.
Pengese vetme ka suksesi është mendja juaj, gjejsisht për fytyrimi që paramendoni. Kur vëmendja ju humb, kthejeni atë duke menduar për qëllimin a për mirëqenien tuaj. Let ju bëhet shprehi. Ky është jashtu quajturi disiplinim i mendjes. Vetëdia është kamera, ndërsa ndërdia shirit filmik ku regjistrohet pamja. Tërslëku i vetëm që mund t'ju ndodh është ndjenja e frikës, e cila vazhdimisht ju paraqitet. Ndërpriteni rrjedhën e tillë të ngjarjes, duke bindur veten se çdo gjë që keni filluar do ta përfundoni me sukses. Shfaqini vetes përfundim të lumtur dhe përmbajuni shfaqjes të tillë me shpresë dhe me besim. Për të krijuar shprehi të re duhet të jeni mjaft të bindur se atë e dëshironi. Kur dëshira për ta braktisur shprehin është më e fortë se dëshira për të vazhduar përdorimin e saj, mund të thuhet se jeni të shëruar 51%. Deklaratat e të tjerëve mund t'ju lëndojnë vetëm përmes mendimeve tuaja, përmes pjesëmarrjes suaj mendore. Njësohuni me qëllimin tuaj, i cili paraqet paqe, harmoni, qetësi shpirtërore dhe gëzim. Në universin tuaj, ju jeni personi i vetëm që mendon. Dëshira e madhe për të pirë alkool në mas të tepruar është dëshirë juaja e pavetëdijshme për të ikur nga e vërteta. Shkaku i alkoolizimit është mendimi juaj negativ dhe rënues. Rrugdalja e vetme është të menduarit për liri, si dhe mundësia ndjenjës së gëzimit për realizimin e qëllimit. Një numër i madh njerëzish mbesin alkoolist për arsye se refuzojnë të ballafaqohen me gjendjen e vet të vërtetë. Ligji i ndërdijes që ju mban pranga të vesit që keni, në fund do t'ju asjell lirinë dhe lumturinë. Suksesi varet nga mënyra e të përdorurit të tij. Imagjinata juaj ju solli në gjendje të bëheni rob i gotës së alkoolit. Tash let ju sjell lirinë duke ju larguar nga ky ves. Shkaku i vërtetë i alkoolizimit është të menduarit negativ. Njeriu është i tillë si mendon me zemër, me ndërdijen e tij. Kur në portën e mendjes suaj troket frika, besimi në inteligjencën e paskajshme dhe në mirëqenien tuaj, let ja ha portën.